Ky mosbesimi i thellum ndër vite, që në rastin e LDK se dim se çka ka ndodhur. Pra shkarkimi i Agim Veliut dhe shkarkimi i Kurtit. Pastaj rikthimi i Kurtit me gjithë ato vota në atë çmendurin kolektive që ka plej këtë vend edhe këtë popull. Mendoj që nuk është shumë problem, sa mund t'jetë problem, këtë kam edhe nga diskutimet e përgjithshme, po edhe nga copza informatash, është frika e hyrjes në qeveri për shkak të amerikanëve. Pra në takime që kam pas me ndërkombëtarë, opozita, ata e thonë vetë, jo publikisht, që kanë marrë paralajmërime se me këtë njeri nuk mund të bëni qeveri. Dhe kushdo që hyn me të, do të trajtohet njëjtë sikur se ai. Tani ku është thelbi i gjithë kësaj? Sepse nëse një gjë e tillë ndërkombëtarët u thonë partive opozitare, ata natyrisht që i shtyjnë drejt një qeverie tjetër, pa zotin Kurti partner. Po mos janë ata duke përgatit një plan tjetër që ne nuk e dim për zotin Kurti. Dhe cili mund tjetë ky plan tjetër për zotin Kurti? Në momentin që mbetet pa pushtet, pra duke mos qenë në qeveri, as kryeministër, as partner koalicioni, gjasat e mëdha janë që zoti Kurti të përfundoi i akuzuar për aferat të ndryshme korruptive, bashkë me ministrat e tij. Sepse duke mos qenë pushtet, natyrisht edhe për organet e shtetit, veçanërisht për policinë, ata çlirohen nga Xhelal Sfesla, çlirohen nga zoti Kurti dhe kryjnë punën e vet pa frikë, siç po ju ndodh po lexoj që po i hetojnë aferat e tyre korruptive, duke i shkarku, duke i degradu, duke i përndjek, pse po kryjnë punën e vet. Dhe çlirimi nga tutela e Xhelal Sfeslas i bën ata të pavarur në punë dhe rrjedhimisht hetimet për aferat e shumta korruptive për qeverin Kurti do të marrin një rrjedh tjetër, një dimension tjetër. Dhe e dyta, a mos po përgatiten edhe për ta ndëshku me anë të një listë të zezë? Sepse kur e lexon deklaratën e ambasadës së Shteteve Bashkuara të Amerikës në Kosovë kur u pezullu dialogu strategjik, Kurtit i thanë që po e cenon stabilitetin mes tjerash, apo jo? Po e cenon stabilitetin rajonal. Dhe cenimi stabilitetit është i sankcionuar me këtë aktin e 14 të Bidenit, i cili jep të drejtë Amerikës, është i ripërtrir nga presidenti Trump tash, i jep të drejtë se kushdo që cilësohet i tillë me fut në listën e zezë, pra me ndëshku, me angri asetet, me siç ka ndodhur Dodikut. Sankcionim personal. Sankcionim personal. Dhe kur sankcionohet nga Amerika, dhe kur çlirohet policia, prokuroria, hetimet mund të jenë shumë ma efektive, produktive, dhe këta njerëz përfundojnë të akuzuar e mbas edhe të burgosën. Pra, përtej atyne fymjeve, hatërmbetjeve, unë mendoj se që tu është problemi. Ky është problemi se asnjëri prej këtyne politikanëve nuk guxo me i dhon shans për pushtet këtij njeriu, sepse po që po rrezikojnë vendin, e rrezikojnë edhe vetveten ata. Kanë marrë paralajmërime të tilla. Dhe kjo situatë mendoj se nuk i lejon më shumë se gjithçka partitë politike, PDK-n edhe LDK-n me bashkëpunu me zotin Kurti. Po që, u mendoj, po, natyrisht, pse nuk kam kështu informata, po nuk është vështirë me ardhur te një përfundim që mund të ketë edhe kësi lloj kështu s'po i quaj kërkesë për më shumë si këshill nga bashkësia ndërkombëtare. Domethënë që gjërat të cilat i ka ndërmarrë Agim Kurti, mënyrën që ka ndërmarrë, jo gjërat që ka ndërmarrë janë të papranueshme, me që këto e cenojnë stabilitetin rajonal.
na mujna të sëmtojnë këtu me folë, se na kena folë në për që 4 vjetë në për studio televizive, që kjo është e pa drejtë, që nuk bën kështu e Kosova se ka bë kur gjë. Për kundër faktit që ka plot gjëra që ka ndodhur, ka qendash me ndodhur, na pajtohem me ato pshambyllje, struktura paralele kështu me radhë, mënyra që është bë. Është vlerësu si rrezikim i paqes rajonale dhe stabilitetit nga partnerët tanë, të cilët në fund të fundit, na e dim gjithë, janë përgjegjësit përfundimtar për ruajtjen e paqes. Se na një gjë duhet me kuptu këtu në Kosovë që nëse cenohet stabiliteti dhe paqja, dhe tensionet shkojnë të urrit, në fund Amerika, Bashkimi Evropian, vendet e NATO-s, këto kanë qenë ato që e bartin kostën mbrojtjes së sigurisë, rrimë këmbjes e kështu me radhë. Prandaj ato, se na shpesh herë kemi keq kuptuar, na kemi ato vetëm aliat, ne kemi edhe partner. Në shtetin ndërtim Kosovë, partneriteti është, si me thonë, pronësia për Kanë hise të madhe. Kanë hise. Vetëm borxhet e jashtme, pas shpalljes pavarësisë, janë mbi 1 miliard që i ka pagu. Kështu që në këtë drejtim na nuk duhet mos sill sikur nuk po e dim këtë gjë. E Albin Kurti është sill sikur nuk po e di këtë gjë. Edhe ai din, po sill sikur kjo gjë nuk ekziston. Dhe tash ka mënyra që është mund ata më ta përkujtu që kjo gjë ekziston njëra për mënyra, është për shembull përjashtimi, suspendimi, dialogu strategjik, të cilin vetëvendosja partia në pushtet, ose partia shtet që shprequjnë disa, është mundu ka gjatë shumë me relativizuar, me këtë poshtë, po mendoj që ajo është paralajmërimi më serioz që ka marrë ndaj Kosovë.